Unë mendoj që protestuesit, ata që janë protestues që dalin në protest, janë në të njëjtin mendim me ne. I vetmi qëndrim që ndryshon është ajo që është rreth mikrofonit, që unë apo disa që mendojnë si unë e quajnë çeta e mikrofonit, se në atë grupim prej 30 vetash sa janë një grup 4-5 vetash i cili do të imponojë mendimet e veta dhe nuk lejon asnjë lëvizje tjetër, dhe duket sikur ajo që thuhet nga këta çeta e mikrofonit në mikrofon është qëndrimi i protestuesve. Realisht nuk është qëndrimi i protestuesve. Kur del në shesh dhe shikon njerëzit që shkojnë aty, gjithë duan të organizohen. Të vetmi që nuk duan të organizohen, që janë protest, janë e them në të mirë apo në të keq, janë pjesë që militantëve të ripërtëritjes, edhe disa socialistë që vinë aty sepse nuk duan Ramën. Këta nuk duan, këta duan që në maksimum protestat arrijat e dorëheqjen e Ramës dhe pastaj të shkojnë vendin zgjedhje të parakohshme, se janë militantët këta, por protestuesit nuk janë këta. Në ditën më të mirë, ku e sheh këtë që nuk janë këta realisht? Po themi që protestuesit nuk janë këta që kërkojnë këtë që çka duan ta zgjedhje parakohshme dhe që atëherë unë e shikoj tek njerëzit që sorrollaten, pra ku shkoj aty në shesh që diskutojmë një tjetrin që i takoj, e shikoj në komentet online, pra në rrjetet sociale, kur të vetëm që komentojnë që nuk e, pra si ta kuptoj unë që personat që nuk e duan këtë organizim dhe artikulojnë fjalën për çarje janë njerëz që kur ha profilet e tyre në rrjetet sociale kanë lidhje ose me PD-n ose me PS-n. Pra këtu e kuptoj që ky establishment, pra Rama Berisha, se protestuesit thënë jemi kundër Ramës dhe Berishës, ndërkohë ky establishment thotë jo për çarje, pra artikulon fjalën për çarje, nuk lejon organizim. Pra kur gjithçka po organizohet, vetëm protestën nuk e duan të organizuar. Po pse një protestë nuk duhet të jetë organizuar? Njerëzit për shembull në protestat e para ato masive që erdhën dhe diaspora. Pra deri kur ka qenë protestë që ti e konsidero protest shqiptare, tamam, për shqiptarët e pastër. Unë besoj dhe kur filluan dyshimet? Dyshimet kanë filluar mbas datës 20 qershor që u mbyll ajo protesta e madhe e diasporës. Diasporës që më shumë kanë qenë shqiptarë që kanë qenë këtu që i thithi ideja e diasporës. Ideja që do vi diaspora, se njoh shumë miq të mi që kanë ardhur me autobus nga rrethet për të ardhur me para nga xhipi vet apo dhe makina personale, që u mbush sheshi nga Rogneri e deri tek afër Ministrisë Brendshme plot, nuk ishte llahtaria e shumë njerëz dhe u kaloi shumë qet. Jo që jemi për dhunën, por protesta ka nevojë për një organizim, ka nevojë për disa njerëz që dalin aty që të jenë kundra establishmentit, mos ketë fare lidhje me establishmentin, që mos ketë asnjë ditë madje edhe në politikë apo njerëz që janë shprehur gjatë gjithë kohës kundra këtyre, që të organizohet të tregojë se si realizohen këto pika që kanë nxjerrë protestuesit. Por ndërkohë kur mikrofoni mbahet i uzurpuar nga kjo çet mikrofoni, që nuk lejon njerëz mendojnë ndryshe, që nuk lejon të organizohen dhe që në paktën deri më 20 qershor kam llogaritur, ka pas mbi 3 apo 4 seanca parlamentare në orën 6 të mbasdites. Pra se nxjerrin si argument që ne dolëm në mëngjes atëherë ishin deputetët për të bërë atë aksionin, por jo, ti nuk mund të nxjerrësh në orën 9 të mëngjesit apo 10 të mëngjesit protestuesit me 2000 apo 3000 veta ku numri ishte reduktuar. Ti kur kishe gjithë, po themi diasporën, protestën mbar. Gjithë potencial kaq të madh të shqiptarëve. Ke pas 3 apo 4 mundësi të arta për të shkuar në parlament, për të rrethuar parlamentin nëse qëllimi ishte rrethimi i parlamentit. Ti e sheh si të qëllimt këtë gjë, pra që nuk është shkuar kur ne kemi qenë kaq masiv atje? Patjetër është e qëllimshme. Dhe unë shoh, kam parë shumë zhgënjim nga paktën diaspora. Po këtë kam lexuar dhe unë, ka pas një zhgënjim të madh, edhe ditë ka pa një zhgënjim të madh dhe një reagim të tyre të vrarë komplet momenti që është mbyll protesta tek para kryeministrisë, ka nikur gjithë kokpulatur, domethënë. Që pse na thot, pse bëm kaq kilometra, pra njerëzit bën shumë kilometra për të parë diçka, qoftë edhe për të rrethuar atë parlament të nesërmen apo ditën e hënë, por ikën pa një orientim. Thjesht sot mbaroi protesta, shkonin në shtëpi. Po erdhëm, qëndruam një orë, 2 orë këtu dhe kaq mbaroi. Kaq mbaroi protesta, por ne ty të erdhën njerëzit. Pse s'u bë diçka që të takoheshim aty ku ishim? Ndoshta jo ai grupi i madh që u fol me mira, por qoftë edhe gjysma e tyre, po të qëndronim aty, që diskutonin dhe të merrnim një vendim për të nesërmen ose ditën në vazhdim, të hidheshin disa hapa tjera më konkrete, atëherë kjo gjë ne do të na bënte që ta besonim këtë gjë.
Pra nëse, pastaj po marr ndjes. Po marr për shembull rastin sikur kjo është bër pa dashakësi dhe pa e influencuar nga të jashtëm, të tjerë domethënë. Nga ata që përmendë pak më lart, nga gjyrat e tjera, të klasës politike. Le të themi, nëse ky ka qenë gabim i këtyre për shkak se nuk kemi përballë ndonjëherë me këtë lloj situate. Atëherë dilni na sqaroni, dilni, tregoni kokulur dhe na sqaroni, na thoni që ka ndodhur kjo gjëja dhe bëni ftesën për njerëzit, thoni, hajde si ta rregullojmë këtë gjë që ne e bëm gabim. Pra atëherë unë do të kisha arsye që ta besoja këtë protestë që është e pastër. Të gjithë njerëzit, prandaj kanë filluar ndryshimet, dhe prandaj është paksuar dhe e besoj nuk është as numri protestuesve dhe nuk është as vera as puna e tjerë. Po, se justifikohet thotë gjithmonë. Jo, gjithmonë kur ka, po ta shikosh, kur lind diçka e re, numri gjithmonë në protestë është rritur. Këto ditë e fundit, pavarësisht se numri ka qenë i vogël gjatë javës që kaloi, por kur është përmendur, kur ka filluar të zihej ideja e organizimit, është shtuar numri. Për shembull, dje ka pas më shumë njerëz se sa çka pas fillim të javës. Për sa fillon ideja e organizimit e përshkallëzimit, ka një rritje numri. Dhe këta sa e kuptojnë, kjo çeta e mikrofonit, sa e kupton që njerëzit po zihen, njerëzit po duan organizim dhe nuk e duan klasën politike, duan një organizim që fund ditës ore do të jetë edhe vota, sepse do të japi dorëheqjen në Rama, do të supozojmë do të japi dorëheqjen në Rama, do të bën Koneriz Gjedor, do të bëjnë gjitha. Puna është kë do të votojmë ne? Prap ta do të votojmë? Prandaj dalte ideja që duhet organizuar, jemi ne aty protestuesit, ti gjejmë njerëzit aty i kemi në shesh. Sheshi Shërbej që ne gjejmë njerëzit që të bëjmë organizimin. Ta nuk e lejojnë. Nuk e lejojnë dhe se thënë jo mikrofoni është i lirë etj. E kanë provuar në ditët e para, realisht plot njerëz, po qoftë edhe unë me ca miq që shkonin aty, mikrofoni ka qenë tërësisht i rrethuar dhe nuk shkonte njëri pa listë dhe pa të pyetur çfarë do thosh, pa të paraprakisht çfarë do thosh. Po dilte jashtë agjendës që ata mendonin që ti do thoshe, pavarësisht se ishte në të mirë protestës, ti nuk flisje. Dhe kjo është kapja proteste. Pra nga ndrysho kjo çeta e mikrofonit, që janë 4-5 veta nga një grup 30 vetash, nga ndryshon nga klasa politike. Dhe këta janë vënë aty si një valvul që të shkarkoj zemratën e njerëzve. Dhe po të shikosh, janë kthyer fjalimet në mikrofon që nuk po gjenerojnë më njerëz, po themi që mund duket si fjalime parlamentit, tani këto kohë mund duket si fjalime politike komplet domethënë. Fiks. Fjalime komplet parlamentit, sa atë lloj niveli ka parlamenti, janë bërë si ato emisionet e mëngjesit shkarkim. Këtu dua dal tek pyetja që thot pak më herë që e bëjnë me listë dhe të pyesin çfarë të flasësh. Kjo mos ndoshta këta kanë për qëllim që të bëjnë një lloj filtri që mos ndodhi kjo gjë që mos kthehen në fjalimin në parlament apo për ta diktuar që ti të bësh fjalimin në parlament. Ku është që të anon më shumë? Jo, mua më anon më shumë që ti mund të flasësh për këdo, thush çfarë do, por mjafton që mos të bësh fjalime që të ngjalli fjalët organizim apo që ngjalli zemratën në njerëz, pra që të riorganizohet akoma më fuqishëm protesta. Pra është valvula e shkarkimit, unë kështu e shikoj.